Shqiptari ka një gjë të keqe. Do të pasurohet brenda ditës, ose do të pasurohet shumë shpejt, e kupton? Por nuk funksionon kështu. Është e pamundur me pak. Neve që kemi arritur këtu, na ka dashur 12-13 vjet pra që jemi këtu pra. Pra shive sa vite kemi kaluar. Edhe ti, nuk pasurohesh dot brenda ditës, hiqi ato punë kështu jo, do iki në Angli, do iki këtej. Thirri trurit edhe bëhet zero. Nuk pasurohesh dot ashtu. Të paktën ti të marrësh vetëm hapin e parë. Të marrësh një profesion. Të bësh berber, siç kemi bërë ne. Do punosh te titri mbas një viti 2-3, pastaj do hapësh sallonin tënd. Pra do bësh pronar me sallonin tënd, e kupton? Do bësh pronar, do bësh lek, pra kështu bëhet lek, po do kalojnë 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet, e kupton? Nuk bësh direkt bam i pasur. Ç'është ky muhabet? Më gjithë shqiptarët e kanë trurin për të bërë direkt brenda ditës të pasur. Jo, është çdo gjë vetëm me punë.